që mirë po kanë marrë edhe traumë fëmija, kanë marrë qika traumë, kurse se isë muj me nalë, mes më tutë, mes më bëse kanë po tutë. Po tutë mi vëna zënë rrima, që ata nuk po gudzoj me lëshuan. Sa po ekmi, qas ma tepër po vjen. Bunarin e kem plot, uj, pi bunari po rrjedh, kanalizima pi rrjedh. Shtëpia unë pjo të regoj është e vajzës time, promju par promju që ka dëpërtu ujtë këto, më kanë thirën, shpejt i kumë bajt për këtë ujtë, i kumë marrë të shtëpia jam i kumë quen. E vajzës time është e Dhondrit. Pi par promë që ti me ujtë që shtut, bëllëm Dhondrit nuk e kam këto, o shku të mjeku, o smunë promë të ek ujtë, kena marruën, o fto, falojt e dita e kanë që spitale, ako e kanë që nuk pëdi as vetë, vijq vetë jam shpi. Familjarët e këtu ujtë kësoj shpijës, qikës teme, këti i kumë bajt, i kumë që të shpija jeme, me fëmije, me vjerën e vetës, vjerën e kobelëm invalide, me kolicë është. I kumë që aqe, mirë po kanë marrë edhe traumë fëmija, kanë marrë qika traumë, kurse se isë muj me nalë, mes më tutë, mes më bëse kanë po tutë. I kumë marrë, i kumë që aqe, që me të thonë, gjdo 2-3 vjetë, që 3-4 herë në ndodhë që ka neve. E njejta gjë? Po e njejta gjë. Vëllëm aseoni, ma shumë edhe këseoni në ka të përtu mëna, abi që aseoni krejt në ka prish. Që tash në ka prish dhe në minota, do senet në ka prishën. Po për momenti do maqina, do klamjes, që to në kanë logë, në kanë bo, në kanë asin. E tash nuk u dzojnë asë në rrymë, asë kur gjo e që mishtien, nuk dim që o bon taj, vishë rrymë i ka rruk ujtë. Ujtë, po ju morë. Unë jam pi promë që tu ik uj, tu më nunë, vishë mes me dëpërtu, mes me dolen, me na prish ma tej për t'i shkanë. Kemi morë datët e pika, do sene, do shtroja i kemi qitë në altë, për mes mi rok pika, mes mi rok uj, sa do ku do kanë pështu në mirë, s'ka pas që gjëndo me të moja. Qaj arsye, në në pirri gati me uj, sa do ku do se nuk i besohet. Mund do që i vjen halo ma tepër, bëllëm mes me i mrena. O më nunë me largu uj, që në rast, nëse vjen tjetëri, bëllëm me orën qëtë nivel, mes me i ma tepër në mrena, jem të më nunë. Qysh për largën një ujtë, nëse mundesh më nga të regu? Vallaj, këpra me kofe, ca kemi mujtë, kemi i derdë. Me qëtë pumë pekmi ka pak, pas, po mundë, me që kur qyshe, sa po ekmi, qas ma tepër po vjen. Bunarin e kem plot, uj, pi bunari po rrjedh, kanalizima pi rrjedh. Por dhe t'jo keshtu më numi më shilë da kanalizime do sene, po prapë se prapë për dëpërtan. Prom kara dhe burshëm, a keni posin ngrica? Po ngrica, ketë akull u konë që të nësot. Për mi u konë akull krejt, unë bëllëm kër ju më hi, më mëzë që e thejsha se u duke me dëpërtumë për me donë me hi atë qenë. Mi shala nuk në ndodhë që kjanë, ma që me thëmë, kja është puna e përëndijës, zotit. Mirë po, kja me mujtë bëllëm me bona i zgjidhe në i sen që mes me në ndodhë prapë, se kja për në ndodhë shpesh. Se ujtë pishu me këto nuk kemë kur. Asë rrymas? Asë rrymen pe kena pelshojmë ka njere, po tutmi po në zënë rryma, që ata nuk po gudzoj me lëshuan. Gjendja në komunën tonë ka qenë tepër e rënduar, po mendoj si gjithë kejtë Kosovën. Mirë po, si që dini fush Kosova gjendet një pikë shumë tëllët, mbi detarë dhe pozitën geografike ku shumë lumejt dhe në teritorin tonë. Kena pas vërshime në të gjitha fshatrat, por jo vetëm fshatrat edhe në qytet. Edhe ne si komunë kemi ban shtabin emergjent, kryo me kryetarin dhe unë si koordinator së bashku me drejtorive përkatëse, edhe jenë angazhu që në maksimum t'ju dalim për qytetarëve ndim. Ne për momentin deri tash i kena evaku nga shtëpit e tyre në fshati Kozmen 7 familje. Ndëmë ata me dëshirin e tyre kanë shprejt të vendosen tek të afërmet e tyre, edhe pse komuna ka kriju mjete që të sistemojnë një objektet dikun me qira mirë, po ata kanë shprejt ga dëshmëri. Në krahasim me 2 ditë e kaluar, gjendja me vërshime ka fillu të qetësohet. Mirë po mbrom rreth orës 22, si që dini ka fillu me rabor, edhe na kena angazhu kompanin që është e kontraktune për hedhjen e kripës. Për momentin janë 4 kamion, edhe gjitha rrugët kryesore që në kompetencë të komunës
janë të kalueshme. Ne zbashku me kryetarin kemi diskutuar sot që sot mas dite ose nesër kemi mi bë komisionet përkatëse, të cilat do të shkojnë te çdo familje që është e prekur nga vërshimit, edhe do të bëjnë vlerësimin e damave, do të bëjnë raport përfundimtar, edhe ai raport do të dërgohet qeverisë Republikës Kosovës, e cila besoj që do t'ju vjen në ndihmë se me të vërtetë qytetarët kanë shumë nevojë, mirë po edhe na si komunë do t'i shqyqojmë mundësitë e tona që edhe na sa do pak t'ju dalim në ndihmë qytetarëve.